Papunësia dhe punësimi në Shqipëri për vitin 2025. Në vitin 2025, tregu i punës në Shqipëri ka shënuar zhvillime të rëndësishme që reflektojnë ndryshime graduale në strukturën ekonomike dhe sociale në vend. Të dhënat e publikuara në Instat tregojnë një tendencë të lehtë arritjeje e punësimit dhe një ulje të papunësisë. Megjithatë, sfidat e ndjeshme veçanërisht për të rinjtë dhe punonjësit në sektorin informal. Tregu i punës, të dhënat kryesore tremujor i parë. Shkalla papunësisë për popullsinë mbi 15 vjeç ishte 8.7%, duke ulur në 0.1% si krahasuar me një vit më parë. Ashtu edhe me tremujorin e mëparshëm. Shkalla papunësisë për popullsi në 15 deri në 64 vjeç ishte 64%, duke u rritur me 1.2% krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit 2024. Tremujori i dytë i 2025-s, shkalla e punësimit shënon një pakësim të lehtë në 69.1% në disa, çka tregon një stabilitet të tregut të punës. Papunësia ulje në 8.5%, duke reflektuar një përmirësim modest dhe të qëndrueshëm. Papunësia tek të rinjtë 15 deri në 29 vjeç. Në tremujorin e dytë, papunësia për këtë grup ul në 17.9% me një ulje 2.4% në fillim të vitit. Megjithatë, kjo shifër mbetet e lartë, duke shënuar sfidat strukturore që përballon rinia shqiptare në tregun e punës. Punë të paformalizuara dhe kushte të vështira. Një pjesë e madhe e punësimit në Shqipëri mbetet informale, rreth 47% e punonjësve janë në punë me paka të ulta ose kushte të pasigurta, çka ulja cilësinë e jetës dhe